Ishim dëshmitar pra edhe të një vazhdimi tjetër të seancës konstituive, ku me gjitha të deputetët e Kuvendit Republikës Kosovës dështuan që të konstituojnë Kuvendin, pra që të votojnë për kryesinë e Kuvendit, në mënyrë që të hapet rruga për formimin e institucioneve tjera, si që është qeveria në këtë rast. Ka disa kundërthënie, disa paradokse në lidhje me sjelljen e deputetëve të opozitës. Disa po dëgjuam deputetin Bajrami që tha se duhet marrëveshje politike, duhet konsenzus, mirë po 2 minuta më herët, po e njëjta tha që ata nuk janë që të bëjnë marrëveshje të tillë dhe s'kanë marrë pjesë as në takimin konsultativ. Pra kjo është sjellja nëse duam ta përkufizojmë në një fjali e opozitës aktuale. Do të thonë janë totalisht të painteresuar që të konstituojnë të Kuvendin, janë të painteresuar që të zhbllokojnë procesin, përkundrazi, pra edhe bllokojnë, por edhe nuk duan të hapin rrugë që të tjerat të zhbllokojnë. Do të thonë me votën e tyre kundër, ata po e pamundsojnë konstituimin e Kuvendit. Duhet ta qartësojmë edhe një gjë. Të gjithë pajtohemi që qeveria duhet të formohet nga shumica parlamentare, sepse këtë e kërkon kushtetuta dhe nuk mund të qeverisë në një skenar teorik, do të mund qeverisnin të gjithë, mirë po praktika e ka treguar që zakonisht fituesi i zgjedhjeve merr partner koalicioni nëse ka nevojë, e bën shumicën e nevojshme prej 61 deputetëve, që është minimumi kushtetues, dhe vazhdon qeverisjen. Tek konstituimi i Kuvendit është pluralizëm demokratik. Pra është shtëpia e deputetëve përfaqësuesve të popullit, të cilët pra duhet ta konstituojnë Kuvendin. Dhe po të ishte ajo çfarë po pretendon opozita, që barra, përgjegjësia e formimit e konstituimit të Kuvendit i takon vetëm partisë fituese, atëherë do të kishim kryetarin dhe 5 nënkryetar të partisë fituese. Por fakti që kemi kryetarin që propozon partia fituese dhe pastaj nënkryetarët që përfaqësojnë gjitha subjektet tjera më të mëdha në Kuvend, kjo nënkupton që kemi të bëjmë me pluralizëm demokratik dhe duhet të marrin pjesë të gjithë në formimin e institucioneve. Pra po e shohim kush po bllokon, po e shohim se po dalin të pavërteta gjitha pretendimet që kanë qenë më herët, pra para se të arrijmë në këtë pikë që gjaja lëvizja vetëvendosje do të refuzoj të propozoj kandidat për të zvarritur procesin, ja ku e kemi kandidatin, pra është Albulena Haxhiu, mirë po e shohim që opozita po bllokon këtë rast duke mos e votuar. Keni tashmë 2 emra për kandidat për parlamentar që kanë përmendë kryetaria AK-s, kur po e përmendi vazhdimisht bllokimin që po e bën opozita, në fakt a mendoni që edhe ju jeni duke e bllokuar për faktin që tashmë keni edhe 2 alternativa tjera, se do mundeni me bash bllokimin e institucioneve, përveç kësajna, a mundemi me ditë me nismën deri ku jeni marrëveshje. Nëse keni arrit marrëveshje me nismën, I falenderoj të gjithë deputetët që kanë vullnetin e mirë për zhblloku procesin. Por gjithsesi duhet të rikthehemi tek baza. Kushtetuta thotë propozimi i takon partisë fituese. Pra nuk mund të marrim propozime nga partitë që janë në 4-ta me radhë në këtë rast, siç është AK-ja, nëse po I referoni atyre. Pra propozimi I takon partisë fituese, propozimi ynë është Albulena Haxhiu. Nëse filloj me hym në këtë qarkun e kontestimit të kandidatëve të njëri tjetrit, atëherë edhe ne do ta kontestojmë kandidatin e LDK-s për nënkryetar, kandidatin e PDK-s për nënkryetar e kështu me radhë. Dhe nuk konstituohet Kuvendi kurrë, sepse nëse ne bëjmë shumicën me 61 vota, I bie që ata se kanë pastaj shumicën për nënkryetarët e tyre. Por ne s'jemi të interesuar për bllokada, për kundrazi. Po të varej prej neve, Kuvendi do të konstituohej me datën 15 prill. Opozita është duke e bllokuar në fakt partitë opozitore deri tashmë, duke e bllokuar konstituimin e Kuvendit. Çfarë do të bëjë lëvizja vetëvendosje për ta zhbllokuar, meqense ju e dini tashmë që ata nuk lëvizin prej qendrimeve tyne për me votu zonin Haxhiu për parlamentare. Cili është hapi që do ta marrë lëvizja vetëvendosje për ta zhbllokuar Kuvendin? Ju thatë më herët është pluralizëm e drejtë, mirë po na e dimë që edhe më herët ka pas deputet që nuk kanë votuar kryetarët, që janë propozuar prej partive tjera që kanë fituar zgjedhjet. Pra çish mund mos zgjidh qeveria? Hapi që ne do të ndërmarrim është që t'ju bëjmë thirrje edhe një herë gjitha subjekteve opozitare që të reflektojnë ngjashëm siç bën herën e kaluar,
Pra sepse edhe atëherë ju kujtohet që ishte insistimi që ata kanë të drejtë dhe nuk do të votojnë asnjëherë, madje edhe një orë para seancës pa deklarata të tilla dhe pastaj u votua, sepse është në interesin e shtetit që të konstituohet kuvendi dhe të formohen institucionet. A nëse hym pastaj në raportet ku ne ja kontestojmë njëri tjetrit dhe njëra palë duhet të lëshoj pe, pastaj përfundojmë prapë në paradoksin tjetër, siç po e ritheksoj, ku edhe nënkretarët duhet të kontestohen pastaj. Çka nëse neves na pëlqenin nënkretarë, por ne s'po dojmë shku aty. Ne jemi të interesuar me vazhdu përpara me konstituim të kuvendit. Kandidati jon për kryetar të kuvendit është Albulena Haxhiu, kryetare e GVV-s, është deputetja më e votuar në legislaturën aktuale. Nëse po dërmë marë pyetje. Jo, ne nuk jemi të interesuar për blokada. Çka po them është që nëse hymë në skenare të tilla, atëherë është një skenar paradoksal. Pra fjala paradoks në kupton që dy situata të ngjashme s'mundën me ekzistuar në njëjtën kohë. Pra nuk mund të kemi situata ku edhe ne e kemi shumicën prej 61 deputetëve për ta votuar kryetarin, por edhe opozita e ka shumicën e 61 deputetëve për t'i votuar në kryetarin. Kjo është situatë paradoksale e kjo është logjika e opozitës në fakt. Ata po e kërkojnë këto. Që të hyjmë në një logjikë paradoksale e cila nuk na çon askund. Ne jemi të interesuar që t'i zgjedhim institucionet. Ne jemi të gatshëm, kryesuesi i seancës besoj që do t'i ftoj edhe një herë partitë politike në konsultime, ne jemi të gatshëm, çdo herë do të marrim pjesë në këto konsultime, siç edhe kemi marrë pjesë deri më tani, u takon partive tjera. Shpresoj që në thirrjen tjetër për konsultime të marrë pjesë edhe LDK-ja, jo sikurse sot që nuk ishin në këto konsultime, dhe që të ketë një dakordim dhe të ecim përpara. Opozita në këtë rast po thotë që është shkelje rregullore se nuk është i mandatim që kryesuesi i seancës me tira ata në takim. Si lëvizje dhe vendosja, jeni të gatshëm që secilin prej partive, me që po kërkoni edhe marrëveshje politike për me e votu krye parlamentarit, a jeni të gatshëm që secilin prej partive me i ftu si lëvizje dhe vendosje edhe me diskutu për mundësinë e votimit të krye parlamentarit, jo vetëm me dalë në konferenca dhe me thani i ftojmë, por me i ftu tamam edhe mund me diskutu. Unë po besoj që kryesuesi i kuvendit u dërgon ftesë zyrtare. Por sa i përket asaj se a është shkelje e rregullores apo kushtetutës, kjo tashmë është me vetë faktin që nuk po konstituohet kuvendi, domethënë është në shkelje, sepse kushtetuta kërkon që kuvendi i prodhuar nga rezultati i certifikuar nga KQZ, mund të kemi mos pajtime aty gjithë, edhe ne kemi ankesat tona për disa vota me post. I kemi bërë të qarta, por megjithatë ky është rezultati që ka certifikuar KQZ dhe tash ky rezultat pra duhet të shkojmë tutje përderisa nuk ndryshon diçka nga organet e rendit. Me këtë rezultat duhet të konstituohet kuvendi. Këtë po e refuzon opozita. Prandaj është e nevojshme që kryesuesi t'i ftoj. Përndryshe po të konstituoj kuvendi, po të respektoj rezultati zgjedhor dhe dispozitat ligjore e kushtetuese, s'do të kishte fare nevojë që kryesuesi t'i ftonte. Ka qenë çdo herë dhe vazhdon të jetë. Ne atëherë kemi insistu, pra që të bëhet një gjë e tillë, kemi insistuar që shumica duhet ta formojë edhe konstituimin e kuvendit, por kemi interpretimin e gjykatës kushtetuese, që atëherë për neve ka qenë fatale edhe për demokracinë, por është një aktgjykim i tillë dhe praktika e tillë duhet vazhdoj. Tash nuk mund ta ndryshojmë sa herë që opozitës si konvenon. Apo jo? Faleminderit. Për propozimin që juaja.
Jo, logjika e propozimit është baza kushtetuese. Kushtetuta e parashe që fituesi i zgjedhjeve të propozoj kandidatin për kryetar të kuvendit dhe deputetët e votojnë. Nuk thot askund që fituesi duhet t'i siguroj votat, sepse në atë formë pastaj kalojmë në skenarin tjetër. Pse të mos i kemi edhe gjithë nën kryetarët, por nuk është esenca e tij. Kushtetuta thot, kryetari dhe një nën kryetari takojnë fituesit, dy nën kryetar tjerë takojnë partive tjera, dy partive tjera me radhë dhe dy nën kryetar të tjerë takojnë komuniteteve jo shumicë. Pra këtë e thot kushtetuta dhe po të kërkohej që secili nga këto grupe të kishte shumicën në kuvend, do të kishte situatë paradoksale ku nuk konstituohet kurrë. Ne e kemi propozuar kandidatën Albulena Haxhiu sepse mendojmë që kjo është përfaqësuesja më e mirë për subjektin ton parlamentar. Si rezultat i tillë, kushtetuta e kërkon një gjë të tillë dhe nëse ka mospajtueshmëri, pastaj kalojmë në situatën tjetër. Edhe neve mund të mos na pëlqejnë kandidatët për nënkryetar të subjekteve tjera. Edhe neve mund të mos na pëlqejnë kandidatët për nënkryetar të subjekteve tjera. Mirë po, është konsensus politik që për të hapur rrugë, pra edhe njerë, theksi është këtu, jo taktizimet që po bëhen nga opozita. Theksi duhet të vendoset që shtetit Kosovës, Republikës Kosovës i nevojitin institucione. Kemi një proces zgjedhor që ka prodhu këtë rezultat. Ky rezultat duhet të përfundoj me konstruimin e kuvendit e pastaj të kalojmë në fazën e zgjedhjes së qeverisë. Nëse zgjedhet qeveria, vazhdojmë tutje. Nëse jo, shkojmë zgjedhje të reja, prodhohet një rezultat i ri. Por deri atëherë, pra synimi dhe theksi që duhet të vendoset është a duhet të konstituohet kuvendi. Po besoj përgjigja unanime është po. Si mund të lëvizim tutje, duhet deputetët ta votojnë kryetarin e kuvendit, nën kryetarët, sepse kuvendi konstituohet kur votohet kryetari dhe 5 nën kryetar, jo vetëm kryetari. Faleminderit shumë.